s'ka mëkat që Zoti nuk e fal. Vetëm se na duhet. Ndërkohë ajetet që flasin për dënimin e Zotit janë të shumta në Kur'an, ashtu siç janë të shumta dhe ajetet që flasin për shpresën. Ai e meriton dënimin dhe shkak i dënimit të tij është për shkak se ky ajet i Kur'anit, ku Allahu dhe Resulullah thotë hel nujasi illa al-kafur, wall ai dënojmë ne vetëm ata të cilët janë mos mirënjohës ndaj Allahut. Kush është mos mirënjohës? Cila është urtësia e përmbylljes së këtij ajeti të madh me këto dy cilësi të Zotit që gjithashtu janë madhështore? Innahu huwal ghafurur rahim. Ghafur është falës, rahim mëshirues. Përkon është për atë i cili nuk e hub shpresën edhe nuk e hub ymytin tek Allahu dhe Lëshanu. Dhe çdo herë që Allahu dhe Lëshanu e përfundon me këto cilësi ajetet e Kuranit, jep ymyt, jep shpresë se kush kthehet ai, kush pendohet te ai, e ka magfiretin, e ka faljen dhe e ka rahmetin e Allahut dhe Lëshanu. Ndërkohë, kur themi tek gjunahet, tek mëkatet, nuk kupton kjo që këtu përfshihet edhe ai i cili në një moment ka rënë në mosbesim, ka rënë në kufër. Ajeti shumë interesant është Allahu i lirë, Allahu dhe Lëshanu thotë kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Allahu i fal gjitha mëkatet. Çdo sen që quhet mëkat, gjuna, edhe kufri është gjuna, për gjunohe më të mëdha, edhe atë e fal nëse njeriu kthehet Allahu dhe s'ka mëkat që Zoti nuk e fal. Vetëm se na duhet t'i kthehemi Zotit dhe momenti që kthehemi, atëherë e meritojmë shpërblimin, e meritojmë shpresën që Allahu dhe Lëshanu na i ka premtuar në Kur'an për falje. Një ajet tjetër i cili është në kuadër të shpresës që dietarët kanë përmbledhur është ajeti ku Zoti thotë vallë a dënojmë ne tjetër kënd përveç mos mirënjohësve, duke i referuar këtij ajeti, si duhet të ruhemi nga dënimi i Zotit, i cili është gjithashtu i rëndë dhe i vërtet. Ky ajet i Kuranit, ku Allahu dhe Lëshanu thotë hel nujasi illa al-kafur, vallë ai dënojmë ne vetëm ata të cilët janë mos mirënjohës ndaj Allahut. Kush është mos mirënjohës? Ai i cili nuk beson, ai i cili nuk pendohet, ai i cili nuk shpreson në faljen e Allahut, ai është mos mirënjohës. Dhe qëta njerëz të cilët nuk shpresojnë në faljen e Zotit, Allahu dhe Lëshanu në shumë vende të Kuranit i ka quajtur si njerëz të cilët kanë deviju. Dhe momenti kur njeri largohet për shpresën se Allahu dhe Lëshanu, atëherë dënimi i Zotit është në te. Mirë po kur njeriu beson, pendohet, atëherë e kundërta e ajetit është se Allahu po na thënë se i dënon ata të cilët mohojnë, e kundërta është se ata të cilët besojnë dhe shpresojnë tek Zoti, nuk i dënon Allahu dhe Lëshanu. Ndërkohë ajetet që flasin për dënimin e Zotit janë të shumta në Kur'an, ashtu siç janë të shumta dhe ajetet që flasin për shpresën. Në një ajet tjetër Zoti thotë, Allahu i lartësuar thotë, pra vërtet ne na shpallur se dënimi do të godas çdo që i mohon shenjat e Allahut dhe i kthen shpinën të dërguarve të tij në surën Taha. Kujt i drejtohet ky ajet? Ky ajet fol për Musa alayhi salatu wasalam dhe dialogun që ka pas me Firaunin. Musa alayhi salam ka dialogu, ka biseduar me Firaunin që me e kthyen tek Allahu dhe Lëshanu. Dhe në fund të muhabetit dhe të dialogut që e ka pasur me Firaunin, Allahu dhe Lëshanu i ka shpallur Musa alayhi salatu wasalam dhe i ka treguar Firaunit se Allahu innahu qad uhiya ilayya, dhe se mua më është shpallur se dënimi i Allahu dhe Lëshanu është për gënjeshtarët, ata të cilët përgënjeshtojnë Allahun, e përgënjeshtojnë pejgamberët e Allahut dhe Lëshanu dhe e kthejnë shpinën Zotit dhe të dërguarit të tina. Dhe ky ajet tregon se momenti kur njeriu largohet prej Zotit, largohet prej mësimeve të pastërta të pejgamberëve të Allahut dhe Lëshanu, ai e meriton dënimin dhe shkak i dënimit të tina është për shkak se e hub edhe një prej gjanave të kryesore të këtij besimi që na ka mësuar feja islame, ajo shpresa në faljen e mëkateve ndaj njerëzve.